Si t'i hiqni gurzat në kushte shtëpie, nuk keni nevojë të shkoni te dentisti. Gurzat janë shtresa të verdha të dhëmbëve tuaj që dëmtojnë buzëqeshjen tuaj. Nëse duam të kemi gojë të pastër dhe që nuk kemi probleme të tjera, atëherë pastrimi i tyre është parësor për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Është e rëndësishme që dhëmbët t'i mbajmë të pastër dhe gjithashtu të evitojmë mbetjet bakteriale të tyre. Nëse doni një buzëqeshje më të pastër dhe pa efekte të tilla, atëherë kujdesuni më mirë për higjienën tuaj orale. Është e rëndësishme që për të pastruar dhëmbët në kushte shtëpie të ndiqni trajtime më të mira dhe më të specializuara. Një prej tyre është përzbërja e kësaj recete, e cila ju duhet një lugë gjedhe pastë dhëmbësh, 2 lugë gjedhe peroksid hidrogjeni, 2 lugë sot buke dhe 2 gota me ujë. Realizimi i kësaj recete në kushte shtëpie dhe aplikimi i saj të paktën një herë në javë do ju ndihmojë që të keni një higjienë më të mirë dentare, gjithashtu edhe në largimin përfundimtar të krijimit të gurzave.